nuk I kemi gjetër në shtëpinë, pasi që dikush nga brenda policisë kishte dekonspiruar operacionin. Prokurore, pash në akt akuza që kish raste që kishin filluar në vitin 2013. Ju I keni intervistu këto viktima. A kanë tregu pse nuk janë paraqit më herët në policie dhe në prokurori? Kemi pas raste që disa vepra penale kanë ndodhur, që në vitin 2013, 14, 15, dhe sipas viktimave, ata disari kanë paraqitur rastet në polici. Mirë po thjesht nuk janë zhvillu procedurat penale, ose s'paku nuk kanë përfunduar deri në prokurori apo në gjykatë, për arsye që tani nuk është nështë koha tash ti sqarojmë, mirë po me thonë drejtën ka pas hezitim edhe nga disa strukturat të policisë, edhe sipas disa të dëmtuarve thotë që ka pas lidhje në mes disa zyrtarëve policore edhe me strukturat të tyne personave që janë marrë me këtë dukuri, as më tepër kur gjatë hetimit na kena pas raste edhe të personave zyrtar policë që në një mënyrë ose kanë qenë pjesë e këtij skeme, por ose në mënyrë kanë penguar hetimet gjatë zhvillimit të operacionit të fajdeve. Megjithatë na nuk pretendojmë që policia është e përfshirë, po individ në brenda policisë kanë qenë përfshirë në fajde. Ne kemi pas raste individuale edhe më herët kur zyrtar policor bilit nivelit lartë në Ferizaj janë arrestuar për fajde. Atë operacion e keni përcjell edhe ju si medium. Dhe për fat prapë keq ende ajo çështje që 4 vite gjendet në gjykatën themelore në Ferizaj dhe nuk ka përfunduar. Mezi që kemi arritur ta përfundojmë marrin pyetjet të palës dëmtuar për arsye që tani nuk është për ti prezantuar thjesht format e ndryshme që përdorin edhe të akuzuarit edhe disa avokat. Ja çështja e smundjes, ja çështja e seancave në gjykata tjera dhe shtyhen seancat, më themi se kanë herë pa kurfar arsye. Po ç'është shpjegohet fakti që një zyrtar policor e merr telefonin dhe I thret këta të dyshuamit për fajde dhe I thot largonu se po vjen policia? Po tash edhe zyrtar policor janë qytetarë në kuptimin edhe, po tham, edhe në kuadër të policisë ka njerëz cilët nuk e meritojnë të qenë fare zyrtarë dhe vendin e kanë tjetër kon, mirë po na nuk e paragjykojmë institucionin si institucion policia, me që policia e Kosovës është tash për tash institucionin është më I besueshëm në Kosovë me përjashtim të FSK-s, mirë po është e vërtetë që në kuadër të policisë ka njerëz që janë marrë me fajde, ka që edhe tash mirën me fajde, ka që pengojnë hetimet, ka që dekonspirojnë operacionet, që në kanë ndodhur edhe në rastin e fajdeve, kur në një operacion, kur I kishëm për urdhër kontroll mbi 20 persona, thuaj se gjysma nuk I kemi gjetër në shtëpinë, pasi që dikush nga brenda policisë kishte dekonspiruar operacionin. Unë I lexova këtu dikun 13 raste që ai ka kontaktuar. Gjysma e këtyre që këto I kemi përvu pastaj edhe me mosat veçanta hetimore që vërtet ato informacione kanë rrjedhur nga strukturat e caktuara nga zyrtarë caktuar brenda policisë. A keni prova që keni pa ka I largojnë veturat, ka I largojnë provat prej autosaloneve dhe për shkak se ata nuk janë gjinë në shtëpi, po dihet dikun 13 prej tyre. Nda gjatë përgatitjeve të operacioneve ato veprimet operative, para ndërmarrjes së kontrollës direkte që bëhet nga bazë të një urdhërisë të gjykatës, policia ka bërë identifikimin e autosaloneve me ditë ku gjendet selia tyne dhe ka bërë një incizim me pasë sa vetura, prafërsisht gjendjen e atyne autosalonave. Dhe pastaj ditën kur kena zhvilluar operacionin, policia ka thonë që këtu gjysma e vetura po mungojnë. Pastaj kena marrë një urdhërisë për sekwestrimin e kamerave sigurisë tek objektet përreth, se përndryshe ata dhe kamerat I kanë dëmtuar në mënyrë që mos më mbet gjurmë, edhe kemi vërejtur që në një autosalon janë larguar
një natë para operacionit 10 vetura dhe nuk dihet se ku kanë përfundu. Cila ka qenë gjendja atyne, tash për tash, nuk e kemi arritur që ta vërtetojmë, me qenë se nuk ka pas edhe evidencë për ato vetura, sepse kryesisht ato vetura që në përdorur për këtë çështjen e fojdeve, kanë qenë vetura që janë marrë prej qytetarëve me një kontrata gojore, nuk kanë qenë vetura të importuara në mënyrë të rregullt me dokumentacion, dhe kështu që manipulimi me to kanë shumë më i lehtë. Veç pës pak për këtë zyrtarin policor, në cilën akt akuzë pritet mu përfshi ky? Një prej tyne të dëshim dhe ka pas edhe zyrtar tjerë, ka pas edhe kategoritë mjekëve, zyrtar që themi drejtën, ata në një mënyrë indirekte kanë penguar hetimet e rastit të fajdeve. Ky zyrtari policor ka qenë këtë kategorinë e këtyne grupit të pandehur që është afër 20 pandehur, dhe ka qenë njëri prej burimeve që ka dhënë informacionet për operacionin e fajdeve. Tash për tash, ai ende është në hetim, për shkak se edhe aty kena mi fillu me 12, pastaj kanë dalë edhe persona tjerë gjatë hetimit, kanë dalë edhe çështje tjera, vepra penale që nuk lidheshin drejt për drejt me fajde, mirë po na edhe ato i kena hetu. Pavarësisht që s'janë kanë lidhur drejt për drejt me pengimin e hetimit të rastit fajdeve, por gjatë hetimit kanë dalur vepra penale të natyrave të ndryshme, që tash nuk është edhe etike mi përmend, mirë po të gjitha ato që kanë rrjedh nga rasti fajdeve, në formë të pengimit të drejtësisë, pengimit procedurës penale, na i kena hetu, por edhe ato që kanë rrjedh nga ky rast, për këtë vepra tjera na i kena hetu. S'kena pasti kuptimin ta ndojmë Londrën, ta qyrim na për prokurorin ndryshme, të humbaj efekti i një hetimit, me qenë se dhe ligji kërkon që mundësisht hetimi të bëhet për gjitha veprat penale për një pandehur me një prokurori dhe me një gjykatë, edhe për shkak edhe të efikasitetit, po dhe shqiptimit një dënimi unik për gjitha ato vepra për cilat ai dyshohet si ka kryer. 20 persona kanë tentuar me pengu veç për fajde. Për fajde. Po. Disa nga këta kjo kategori kanë bërë marrëveshje për punë fajësisë. E kanë pranuar se kanë tentuar me pengu. Kanë pranuar, megjithëse kena pas prova se në momentin që kena pas indikacione që këta po tentojnë, kena zbatuar masat të veçanta hetimore dhe masat që parashihen me kodin e procedurës penale, në mënyrë që të provojmë pretendimet e atyne akterëve që janë të marrë me këtë dukuri të pengojnë. Aty dalin kategoritë ndryshme të personave që krijojnë një pasqyrë që realisht në çdo hetim spoko edhe themi 50% personave pengojnë hetimin e një. Kjo ka ndodhur në rastin e Brzovica, edhe në rastin e fajdeve, për shkak edhe të kulturës juridike edhe një themi tradite që është krijuar këtë realitetin kosovar se do të më ndihmu, do të më ndërhyjnë në proces, sepse kështu funksionon, thonë drejtësia në Kosovë. Nëse nuk ndihmon dikush, ty të prejnë atë kuptimin figurativ, përndryshe do të më gjetë lidhje, premtojnë njerëzit që unë thirrën emrat prokurorëve, thirrën emrat gjyqtarëve, njofton, mirë që mi bind edhe ta të pandehurit me përfitu mi zhvat, sepse tash nuk kemi atë drejt për drejt që dikush prej zyrtarëve brenda prokurisë dhe gjykatës dikuj i kanë ndihmuar këtë. Por ata thirrën me pretendime që ne njofmi këto, kemi lidhje me këtë gjyqtar, prokuror, në mënyrë që t'i zhvatin të marrin shumat caktuara. Ka pas kërkesa për këtyre deri në 50.000 euro, shuma që unë nxjerri pi paraburgimit ose ta heqi krejt akt akuzën, po janë zhgënjur edhe ata dhe normalisht që edhe ata i kena akuzu, përkatësisht kena hetuar edhe pritet që edhe ndaj tyre të kritet akt akuza. E di që është në fazë hetimeve dhe bashkë nuk kisha pas qef me fol për këtë punë, po s'po muj pa të pyet. A keni mbri me faktu që qëta polic që bin ndesh ose që ky polic që është tu hetu tash, ka pas një mbështetje prej strukturës të lartë të policisë? Ose ka pas takime me polic që kanë grada? Ky zyrtar policor ka qenë suspenduar. Realisht ka pas lidhje edhe të afërta familjare me
zyrtar të caktuar brenda njësisë të hetimeve ku edhe i kemi bën hetimet, mirë po tash për tash ato nuk më na dhe ti bëjmë publike, se vërtet edhe ndaj atyre që kena dyshuar brenda dy strukturave, kena marrë atë kuptimin me iniciativën tonë, janë marrë masa spaku të largimit nga njësia, në mënyrë që spaku operacionet të ardhshme ose në hetim në kategorive të tjera të vepra penale të mos pengojnë, se përndryshe nëse policia në një mënyrë të pengon hetim, atëherë na në mbështetjen e vetme kemi të policia që është organi i parë drejt për drejt që mirët me hetimin e çështjeve, sepse ne në zyre nuk i shohim as nuk i nim çfarë ndodh. Po ata që na ofrojnë policia, na përndryshe prokuroria është themi institucion që e menaxhon hetimin, jep drejtimin, po veprimet operative dhe provat sigurohen të gjitha nga policia dhe institucionet mbështetëse të policisë. Polici Gjafa mbrohet nga avukati Skender Musa. Ai në një bisedë nëpërmjet telefonit ka mohuar dyshimet që rëndojnë mbi klientin e tij, duke pretenduar se Gjafa nuk e ka telefonuar askënd. Në Gjafin polici mbrojt heqen, prokurorisë kena dhënë kur deklarat, se ti që po me atrasjes me të thonë drejtën, kë realisht kë ka dhënë që asë kontrol me patmirin, atë unë që ti tash përgjaj material nasa kam përmen, po asë ka thonë me kërkan të këtë punë dhe asë nuk ka posë informacione. Së pove suspendu. Kena thonë procesën civile, qatë periodë kohore kena fitu rasën me padim civile dhe në thonë si është të dritë vendimin e apelit, si ka po ankesë policia. Informacioni konfidencial i një hetimi shumë kompleks kundër Fajdev kishte përfunduar në duart e të dyshuarve për Fajde. Transmetuesi i mesazhit dyshohet të jetë një policist suspenduar i Kosovës. Ai kishte komunikuar me Fatmir Gerbeshin, një person të dyshuar i cili është pjesë e hartës së prokurorisë për veprimtarinë e Fajdeve. Po për çka dyshohet Gerbeshi dhe grupi i të akuzuarve për Fajde në dosjen e autosalloneve nga Vushtria, Ferizaj Prishtina e biznesmenëve nga Llapi? Në muajin shkurt 2023 në Prishtinë, Ferizaj Vushtri e tjerë kanë ndihmuar të pandehurit në shmangjen e arrestimit të tyre për shkak të veprës penale Fajdja. Në atë mënyrë që i kanë njoftuar të pandehurit se do të zbatohet një kontroll nga policia e Kosovës në shtëpitë dhe autosallonet e tyre, të cilat informacione i ka pranuar nga i pandehuri në pikë ish polici Kosovës. Kështu që në rastin e zbatimit të urdhër kontrollit nga Drejtoria për hetimin e krimeve të rënda në Prishtinë, në shtëpitë dhe lokacionet përcjellëse të pandehure me datën 02/03/2023, të pandehurit nuk janë gjendur në shtëpitë e tyre pasi që ishin arratisur. Në muajin shkurt në Prishtinë, Ferizaj, Vushtri e tjerë me qëllim të përfitimit pasuror kanë nxitur të pandehurit që të fshehin regjistrat dhe pasuritë që do të jenë prova ose pasuri për sekuestrim në procedurën penale. Në atë mënyrë që pasi që i ka njoftuar të pandehurit se do të zbatohet një urdhër kontroll nga policia e Kosovës në shtëpitë dhe autosallonet e tyre të pandehurit B.S, T.G, I.G, D.R, R.S, V.V, I.V dhe K.D kishin larguar nga shtëpitë e tyre regjistrat paratë si dhe nga autosallonet, veturat dhe mjetet për vëzhgim, në mënyrë që të pamundsohet sekuestrimi i tyre dhe përdorimi si prova dhe pasuri në procedurën penale. Veprimtaria e Gerbeshit përshkruhet në akt akuzë edhe me vepra të detyrimit dhe të Fajdes. Sipas dosjes, ai kishte dhënë viktimes në disa raste një shumë prej 16.000 euro dhe për to viktima kishte paguar komata prej 40.000 euro pa e llogaritur borxhin. Fatmir Gerbeshi në akt akuzë përshkruhet si person i lidhur me autosallonin me emrin Let's Go në Vushtri. Ai mbrohet nga avukati Berat Mava. Mava ka thënë se nuk i din detajet pasi ende nuk i ka pranuar shkresat e rastit. Po kam qenë në gjatë kohës kur u morën pyetje, kam qenë, dyshohet për një pjesë në Fajde, kënë se ka dhënë për një person tjetër, nuk ja di jam dhe nuk po kujtohet. Edhe që aty ka përfundu, nuk ka pas diçka më shumë. Jo, përveç nuk e di se më marr akuzën. E kuptoj. U kryi. Nuk ta ka thënë, si të marr akuzën, e marr akuzën e këshirë.